Papa Francesku ka qenë i mirë për të mbarë njerëzimin e veçanërisht për ata që ka pasur kontakte. Vizitën e parë, edhe ju e thatë në fillim, e ka bërë jashtë Vatikanit mbasi 11 muaj që kishte marrë emërimin, e ka bërë për të parë në Tiranë. Kjo lidhej në atë periudhë dhe me 40 martirët e fesë katolik të rënë në gjatë sistemit komunist. Si vlerësoni dhe si kujtohet mesazhet që ai solli për botën shqiptare? Shiko, neve Shqipëria është një vend i vogël dhe jemi vërtet një vend shumë i vojtur dhe fatkeqësisht kemi qenë vetëm një vend ateist në botë ku jo vetëm klerikët e komunitetit katolik, por komunitetit musliman, komunitetit bektashian, komunitetit ortodoks pësuan një dëm të jashtëzakonshëm. Dhe sot e kësaj dite nuk po rikuperohet ajo humbje e madhe, masakrat që u bërën kundrejt këtyre komuniteteve. Vizita e Papa Franceskut në Shqipëri besoj që ishte një mesazh për të gjithë botën, për t'i treguar atyre që një vend i vogël si Shqipëria dhe me të gjithë ato martirë që dha, jo vetëm për komunitetin katolik, por për të gjithë komunitetet e tjera, vazhdon që fytyrën ta kthejë nga Zoti, megjithse u munduan që për 45 vjet t'ja ndalonin këtë, përsëri ata janë mirëpritës të njeriu fetar dhe një përfaqësuesi më të lartë të botës katolike dhe lideri i tyre shpirtëror si ishte Papa Francesku. Pra ishte vërtet edhe një mesazh i mirë për Papa Franceskun që vlerëson vendin tonë dhe të gjithë ata që dhanë jetën, por edhe një mesazh nga Shqipëria, nga shqiptarët, një popull dashamirës, ndoshta me një popullsi muslimane në përqindje më të larta, por që presin një lider katolik me një ngrohtësi duke treguar atë mikpritjen tonë tradicionale shqiptare. Konkretisht, Papa Francesku që e ladhe si postulat ishin bërë shumë përcaktime për bashkëjetesën, por ai tha ju keni bashkëjetesë vllazërore. Në Shqipëri dihet, në komunitetin shqiptar të Amerikës, si është kjo bashkëjetesë mes feve këtu që janë në Amerikë? Përpara se të shkoj tek themi i përgjigjes, dua të them që besoj që Papa Francesku do të mbahet në mend si një ndër papët që i hapi dyert e Vatikanit për të pritur të gjithë liderët fetar botëror, për t'i dëgjuar, për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, sepse në fundit sipas tij të gjithë kishin një qëllim, afrimin te Zoti. Për sa i përket marrëdhënieve tona këtu, neve me komunitetet musliman, me komunitetin katolik dhe me komunitetin ortodoks, kemi marrëdhënie shumë të mira, vizitat, komunikimet e tona personale, por dhe prezencat tona në ambientet e institucioneve të tyre kanë qenë gjithmonë në çdo kohë feste dhe në çdo kohë që kanë qenë aktivitete kombëtare dhe aktivitete tjera sociale që ata bëjnë dhe neve bëjnë, kanë qenë marrëdhënie të dypalshe, e njëjta gjë besoj siç është në Shqipëri. Pra mundohemi që të njëjtën frymë të trashëguar nga të parët tanë, neve munduar të trashëgojmë këtu, dhe kjo është e falë punës madhe të Baba Rexhepit, të Imam Bebiut, dhe Dom Prek Dervasha, që kanë qenë një grusht fetarësh edhe idealista, do të thosh, jo vetëm thjesht përfaqësues fetar, por edhe idealista kombëtar për të mbajtur dhe për të mbledhur shqiptarët së bashku. Pra mundohemi atë frymë ta mbajmë dhe sot, por është detyrë edhe jona dhe të gjithë besimtarëve që neve këtë do ta quaja dhurat kombëtare të madhe që kemi, këtë lloj bashkëjetese duke parë ngjarjet që ndodhin në gjithë botën dhe mënyrën se si shqiptarët e trajtojnë njëri tjetrin, duhet ta mbajmë dhe ta përcjellim sepse është vërtet një pasuri e jashtëzakonshme. Papa Francesku kaloi në amshim dritë pas në jetën e tij të përthejme, një pap tjetër do të vijë, do ta zëvendësoj. Cili ka qenë dhe cili është roli i papës në politikën jo vetëm fetare, por edhe në fushat të tjera botërore? Historikisht, neve nga ato që kemi lexuar, papa ka patur një fuqi të jashtëzakonshme jo vetëm fetare, por edhe në atë politike të dikurshme. Sot
besoj me neve sa shohim nga jashtë, nuk e di sepse nuk jam i brendshëm i komunitetit katolik, që të flas nga ana teologjike si organizohet dhe si drejtohen ata brenda. Besoj që një nga përfaqësuesit katolik, vëllezërit tanë, ndoshta do të ishte mirë që të na shpjegonte më shumë për zgjerodhjen e njohurit. Por besoj që gjithmonë, duke u nisur nga Papa i fundit që ne patëm, ka patur një rol të jashtëzakonshëm, sidomos për thirrjet për paqe, për ndalimin e luftrave, për të vlerësuar njerëzit pa dallim feje, pa dallim race, ta vlerësojmë si njeri, sepse vetë në fundit e Zoti në librat e shenjtë kur bëhet prezantimi ose thotë si e krijoi njeriu, e krijoi si mëkëmës Zotit. Pra neve jemi këtu që të gjithë të reprezentojmë krijuesin ton, duke qenë se jemi mëkëmësit e tij, duhet të gjithë tregojmë anën pozitive, duhet jemi të gjithë të njëjtë përballë, duhet ta trajtojmë njëri tjetrin si një qenie njerëzore. Pastaj, sepse secili ka të zgjidhjen e vet të besimit të tij, bota shpirtërore secilit është e varur nga zgjedhja që neve secili bëjmë. Besimi është një zgjedhje personale e cilit do, por nuk jemi këtu që t'i tregojmë dikujt që ne jemi më të mirë se tyja ose jemi më të lartë se tyja. Dhe këtë Papa Francesku e ka treguar dhe me veprimet e tija, me mënyrën se si hapi dyert e kishës, me mënyrën se si trajtonte njerëzit. Imagjino, megjithse shëndeti i tij ishte i pamundur, po ta shikosh, dedikimi i tij është vërtet mbreslënës. Edhe minutën e fundit, imagjino, përpara se të ndronte jetë, takohet me zëvendës presidentin e Amerikës, me familjen e tij, mundohet që t'i përshëndeste të gjithë, mundohet që të gjithëve t'i vlerësonte e t'u jepte atë me atë çfarë ai mundej. Pra, mesazhi i tij për gjithë duhet të jetë për të gjithë liderët botror, besoj, jo vetëm i katolikëve. Secili lider fetar për detyrën që ka marrë duhet ta kryej në mënyrë më njerëzore, në mënyrë më të mirë, sepse në fundit kujtimet e bukura mbahen mend. Ne sot po flasim për Papa Franceskun. Pse? Sepse ka lënë kujtime të bukura, nga mënyra, nga sjellja, nga mënyra se si na ka trajtuar edhe neve si Bektashin. Duke mos patur shumë njohuri për Bektashizmin, por që më kujtohet kur i dhuruam atë teslimin, pyete çfarë janë këto 12, kjo gjërat, kur i fliste mënyri për Baba Recepin kur shishte, librin që dha Agimi duke treguar fotografitë e dervishëve dhe popullarëve në Shqipëri, foto historike, vet ajo miraku i tij të jepte frymëzim që ti ishe i vlerësuar në ato momente. Faleminderit baba. Nëse nuk kemi diçka tjetër, kamera është për ju, mund të komunikosh për besimtarët katolike, për Unë e shpreh në fillim, për shprehjen e fund të emisionit, ngushëllimet e mia më sinqerta. Faleminderit për bisedën. Ishte kënaqësi të ishim këtu në studiot e Alp TV-s. Faleminderit dhe ju për punën e mirë që bëni, për mundësinë që na dhatë për të ndarë këto kujtime të bukura për Papa Franceskun, siç e shpreva në fillim, lejoj që t'i përcjell gjithë komunitetit katolik anë kënd botës ngushëllimet e mia për humbjen e liderëve të tyre shpirtëror. Shpresoj që së shpejti ata të kenë liderin e tyre që t'i udhëheq në rrugën e tyre drejt besimit për të plotësuar të gjithë atë pjesë të jetës fizike që kemi këtu dhe për të kaluar në botën e amshueshme, në botën që Zoti ka premtuar për gjithë besimtarët. Uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë të kenë bekime, mirësi e begati. Baba, faleminderit për prezencën tuaj në studio dhe për informacionet sot dhe për mbresat në takimin që keni pasur me Papa Franceskun. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen në emër të stafit Televizor Shqiptar të Amerikës, në emrin tim personal, edhe unë ju uroj ngushëllime të gjithë të dashurve të Papa Franceskut dhe serisë së shenjtë, dhe mirupafshim në një emision tjetër të gëzueshëm për ne shqiptarët. Baba, shumë faleminderit. Gjithë mirat.